Vuani nga pagjumësia, mos I fusni në gojë këto ushqime. 1 në 3 britanik vuan nga gjumi I dobët, ndërkaq ushqimet si çokolata dhe tosti mund të jenë pjesë e problemit. Ekipi nga stafi I fitnessit dhe shëndeti I Vivington kanë përpiluar një listë me ushqime që ju bëjnë të ndjeni më të lodhur dhe më të zemëruar. Gjumi I dobët mund të rrisë rrezikun e mbipeshës, sëmundjeve të zemrës dhe diabetit, por edhe të dëmtojë sistemin imunitar dhe të ketë efekte negative në shëndetin mendor. Megjithatë, shmangja e ushqimeve të caktuara para se të flini mund t'ju ndihmojë të bini më shpejt në gjumë dhe të keni gjumë kualitativ. Çokollatat. Sasia e kafeinës tetoj ule pa gjumë gjatë natës, prandaj duhet I shmangni. Buka e bardhë e mbushur me sheqer të përpunuar mund të krijojë probleme me pagjumësinë. Ushqimet djegëse mund të nxisin metabolizmin dhe të krijojnë shqetësime gjatë natës. Djathi është I vështirë për t'u tretur dhe shkakton çrregullime. Pastat dhe gjithashtu frutat e thata mund të krijojnë probleme me gjumin gjatë natës.